Programi i punës. Pas vrasjes së Osmanit dhe gjendjes kaotike që ishte krijuar, kandidat tjetër për kalif, përveç Aliut, paqja qoftë mbi të, nuk kishte. Të gjithë njerëzit vinin grupe, duke i dhënë atij besën. Gjatë ditës së dytë të lidhjes së besës, Aliu, paqja qoftë mbi të, hipi në faltore dhe pasi falenderoi dhe lavdëroi fuqinë e Zotit dhe profetin e fundit, mbajti fjalimin e tij. O njerëz, pasi u largua profeti nga kjo botë, njerëzit zgjodhën Ebu Bekirin si kalif të tyre. Ebu Bekiri paraqiti Omerin si zëvendës të tij. Omeri i la në dorë Këshillit vendimin për caktimin e kalifit të ri. Këshilli zgjodhi Osmanin si kalif. Osmani veproi në mënyrë të tillë që ju ta kundërshtonit. Si përfundim, ai u rrethua në shtëpinë e tij dhe u vra. Pastaj ju erdhët tek unë dhe kërkuat që unë të marr përsipër drejtimin e kalifatit. Unë jam një njeri si ju dhe prej jush. Ajo që është për ju, është edhe për mua. Ajo që është në përgjegjësinë tuaj, është edhe në përgjegjësinë time. Zoti e ka hapur derën mes jush dhe prijësve, duke zbuluar çdo gjë. Peshën e kalifatit mund ta mbajë një njeri i cili është i aftë dhe i duruar, mendje hapur dhe i ditur. Plani im është që t'ju kthej drejt praktikës së profetit. Atë çfarë them, do ta zbatoj, me qëllim që edhe ju të jeni të qëndrueshëm dhe ta zbatoni. Dhe sigurisht, do të kërkoj ndihmë prej Zotit. Ta dini se unë jam për profetin pas vdekjes së tij, po ai që isha gjatë kohës kur ai ishte gjallë. Ju duhet të ruani disiplinën dhe bindjen, të zbatoni të gjitha ato që ju them. Nëse diçka ju duket e çuditshme dhe e papranueshme, mos nguroni dhe mos e pranoni ta hidhni poshtë. Unë nuk do të marr përsipër t'i kryej asnjë punë. Nuk e kam për detyrë dhe nuk kam falje nga ana e Zotit për të. Zoti na shikon të gjithëve ne dhe na i di të gjitha punët që bëjmë. Unë personalisht nuk kam ndonjë rivalitet a qëllim për të marrë përsipër kalifatin. Përveç kësaj, kam dëgjuar prej profetit të thotë: kushdo që do të marrë pas meje në dorë drejtimin e punëve, ditën e gjykimit, me lekët do t'i tregojnë listën e punëve që ka bërë. Po të ketë qenë i drejtë dhe i ndershëm, Zoti e shpëton atë. Po të ketë qenë shtypës e i padrejtë, i çahet toka në këmbë dhe i lidhur me zinxhir, do të hidhet në xhehenem. Por, me që ju një zëri dha të votat tuaja, duke më zgjedhur mua si kalifin tuaj, unë nuk kisha mundësi që të mos e pranoja atë. Pastaj, e ktheu kokën djathtas e majtas, i vështroi të gjithë njerëzit dhe e vazhdoi kështu fjalën e tij. O njerëz, tani unë do të deklaroj, ata njerëz të cilët e kanë mbushur xhepin e tyre nga xhepi i popullit dhe i arkës së shtetit, kanë marrë pronat për vete, kanë shtuar pasuritë e tyre, kanë hipur në kuaj shumë të mirë, kanë mbledhur skllave të bukura dhe lëkur buta, e janë zhytur në qejfin e kësaj bote. Nesër do t'u apres rrugën, do t'u marrë të gjitha ato që i kanë përfituar në rrugë të padrejtë e do t'u lë aq sa u takon e jo më shumë. Të mos më vinë të më thonë që Ali ibn Ebu Talibi na bëri padrejtësi. Unë deklaroj me çiltërsinë më të madhe se të gjitha ato privilegje që janë marrë për shërbim ndaj profetit dhe të Islamit në të kaluarën do t'i anulloj. Ai që i ka bërë një shërbim Islamit, shpërblimi i tij i takon Zotit. Kjo e kaluar është shkëlqyer, nuk duhet të bëhet shkak që mes atyre dhe të tjerëve të krijohen ndarje e dallime. Kujtdo që do të ndjek sot zërin e së vërtetës e do të futet në fen ton, e do të kthehet drejt kibles son, do t'i japim të drejta të barabarta me myslimanët e parë. Ju jeni robët e Zotit dhe malli është malli i Zotit dhe duhet të ndahet barabar në mes të gjithëve. Nga kjo anë, askush nuk qëndron mbi tjetrin. Nesër të jeni të gatshëm që ta ndani pasurinë e arkës së shtetit, Beitul Mal. Të nesërmen, të gjithë njerëzit erdhën vetë dhe pasurinë që ishte në arkën e shtetit e ndanë në mënyrë të barabartë. Secilit i takoi nga 3 dinar. Një burr tha: "O Ali, ti më jep mua 3 dinar, edhe shërbëtori tim, që deri dje ishte sklavi im, i jep 3 dinar." Kështu është siç e shikon, ja ktheu Aliu. Disa njerëz të tjerë, të cilët kishin vite që ishin mësuar me privilegje dhe merrnin më shumë se të tjerët, si
Talha, Zubejri dhe Abdullah ibn Omeri dhe Seid ibn Asi e Mervan Hakemi nuk e pranuan pjesën e tyre dhe dolën të mërzitur jashtë xhamisë. Ditën tjetër, kur njerëzit ishin mbledhur në xhami sërish, erdhën edhe këta, por të veçuar nga të tjerët. Ulën në një cep të xhamisë dhe nisën të bënin zhurmë. Pas një farë kohe, zgjodhen Velid ibn Ukbe nga mesi i tyre dhe e dërguan që të fliste me Aliun. Velidi shkoi tek Aliu, paqja qoftë mbi të, dhe i tha: "O Ebu Hasan, ti vetë e di mirë që asnjëri prej nesh që jemi ulur këtu nuk kemi ndonjë simpati ndaj teje dhe të kaluarës tënde në luftrat mes Islamit dhe padijes. Në ato ditë, prej nesh janë vrarë shumë veta nga dora jote. Për shembull, ti mua më ke vrarë baban në luftën e Bedrit. Prandaj, mund të ndryshojmë mendjen ndaj teje dhe të lidhim besën me ty vetëm me 2 kushte. Njëri kusht është që ti të tërhiqesh nga fjalët që the dje e të mos kesh më punë me të kaluarën. Ajo që ka ndodhur, ka ndodhur. Në kohën e kalifëve të kaluar, kush ka marrë diçka, e ka marrë. Ti mos ki punë më me të, se në që rrugë e ka marrë ai atë. Ti vetëm kujdesu që gjatë kohës që je ti kalif, të mos shpërndahet gjë. Kushti i dytë, të na dorëzosh vrasësit e Osmanit që ti marrim hakun. Dhe nëse ne nuk do të kemi siguri nga ana jote, atëherë jemi të detyruar që të largohemi e të shkojmë në Siri e të bashkohemi me Muavien." Aliu, paqja qoftë mbi të, ju përgjigj: "Për çështjen e gjakrave që janë derdhur gjatë luftës së Islamit me ignorancën, unë nuk kam as pak përgjegjësi. Ajo nuk ka qenë luftë personale. Ishte lufta e së drejtës me të padrejtën, me të pavërtetën. Nëse ju keni ndonjë kundërshtim, duhet që nga pozita e së shtrembrës të ngriheni kundër së drejtës e kundër meje. Lidhur me të drejtat që janë shkelur në të kaluarën, unë kam për detyrë që të drejtën e shkelur t'ia kthej të Zotit. Nuk është në dorën time që të fal dhe të ndryshoj mendje. Për çështjen e vrasësve të Osmanit, po ta shikoja atë si detyrë timen, qyshdje i kisha ndëshkuar e nuk kisha pritur për sot." Pasi dëgjoi këto përgjigje, Velidi shkoi dhe u atregoi të gjitha ato shokëve të tij. Ata e dinin dhe ju bë edhe më e qartë që politika e Aliut nuk ishte e përkulshme, që nga ajo orë ata filluan me provokime e rrëmuja. Një grup prej shokëve të Aliut erdhën dhe i thanë atij: "Ky grup do të sjellë si pretekst vrasësin e Osmanit dhe do të bëjë një revoltë e trazira. Vrasësi i Osmanit është vetëm një pretekst, sepse e gjithë pakënaqësia e tyre është tek barazia që vure mes muslimanëve të rinj dhe atyre arab. Nëse ti do të ruash privilegjet e tyre dhe do të ndryshosh vendimin tënd, revolta do të shuhet. Në këtë mënyrë, nëse protestat do të vazhdonin, edhe shokët e Aliut mund të ngrinin pikpyetjen se përse e gjithë kjo këmbgulje në zbatimin e barazisë. Kështu, Aliu të nesërmen i veshur me 2 copa rrobe të thjeshta, njërën lidhur për beli dhe tjetrën e hedhur mbi shpinë, e me shpatë në dorë, hyri në xhami, u ul në faltore dhe tha: "Falenderojmë Zotin që është krijuesi ynë. Të gjitha bekimet e tij janë për të mirën tonë. Të gjitha bekimet e tij janë ndihmë dhe nder për ne, në mënyrë që të na provojë. Jemi nga ata që falenderojmë apo jemi të pafe. Ndër ju, më i afërti me Zotin është ai që i bindet Zotit dhe ndjek më së miri traditën e profetit dhe mban gjallë më mirë librin e Zotit. Askush nuk qëndron më lart se të tjerët, përveç se në bindje ndaj Zotit dhe profetit. Ky është libri i Zotit, mes nesh dhe jush. Dhe ju që jeni të vetëdijshëm, e dini mirë traditën dhe sjelljen e profetit." Pastaj, lexoi këtë ajet nga Kurani Fisnik, sure Huxhurat ajeti. Pas këtij fjalimi, si shokëve, ashtu edhe armiqve ju bë e qartë që vendimi i Aliut është i prerë. Ai që e kuptonte detyrën e tij, që deshi të ishte i devotshëm, ashtu qëndroi. Ai që nuk e pranoi këtë plan pune, ose që u toroq dhe u veçua si Abdullah ibn Omeri, ose Talhaja, Zubejri dhe Mervani, u bë gati për luftë dhe gjakderdhje.